Një raport I hartuar nga rjeti Bankwatch thellohet në një analizë kritike të situatës me djegësit e mbetjeve në Ballkanin Perëndimor. Sipas të dhanave, qeveritë e rajonit dhe kompanitë që u shërbejnë kanë gjetur si zgjidhje disa projekte inceneratorësh, duke e kthyer në një trend rajonal që nuk po sjell asnjë përfitim. Bazuar në raport, këto projekte, një pjesë të cilave janë ende në letër, janë një provë se si institucionet e rajonit vijojnë në një rrugë teknikisht të paqëndrueshme, të rrezikshme për mjedisin dhe shëndetin, të kushtueshme financiarisht dhe të papajtueshme me politikën dhe legjislacionin e BE-s për mbeturinat dhe energjinë. Për Shqipërinë janë listuar 3 inceneratorët, të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit, që u kushtojnë taksapaguesve shqiptar mbi 350 milion euro në 30 vite, sipas shifrave të auditit shtetëror nga KLSH. Shembuj konkret, veç Shqipërisë, përfshin projektet në Tuzla dhe Kakanj të Bosnjës dhe Hercegovinës, termocentralin e propozuar prej 50 MW për shndërimin e mbeturinave në energji në Podgoricë dhe inceneratorin e Vincës në Beograd. E gjithë kjo, në një kohë kur edhe sipas specifikimeve nga Eurostat, sasia e mbeturinave urbane të ricikluara për frym nga shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor raportohet në vlera shumë të ulta ose nuk raportojnë fare të dhëna konkrete. Këto të dhëna të pakta dhe në shumë raste edhe mos raportimi I tyre, siç nënvizohet në raport, konfirmon mungesën pothuese totale të sistemeve të grumbullimit dhe riciklimit të ndarë në të gjithë vendet në rajon, si edhe mangësitë në menaxhimin e mbeturinave.